Malisi deri në fund të vitit 2027 do të ketë administratën publike më të mirë, më efikase, më transparente dhe më të digitalizuar, tha Ministri i Administratës Publike Marash Dukaj. Ai theksoi se çdo administratë publike duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe ekonomisë dhe për këtë arsye kjo ministri ka filluar në mënyrë sistematike procesin e digitalizimit dhe sigurisë kibernetike. Ministri Dukaj shtoi se janë bërë shumë gjëra pozitive duke përkujtuar se Malisi është i parë i Ballkanit Perëndimor që është nënshkrues i programit Europa Digitale. Ai theksoi se digitalizimi duhet të jetë proces gjithëpërfshirës që përfshin institucionet, sektorin e OJQ-ve, komunitetin akademik dhe qytetarët. Duke folur për sigurinë kibernetike, ai tha se siguria kibernetike e Malit të Zi është sot shumë më lartë se ajo e vitit 2022, kur pati një sulm kibernetik ndaj infrastrukturës informatike të qeverisë.